Gjeladin Ahmetit, të cilin të gjitha e njohin si Gjel, është njëri prej emrave më të njohur të futbollit në Tërnacë. Ai ishte një mesfushor i shkëlqyeshëm si futbollist i gjeneratës së vitit 1976 dhe trajner i suksesshëm i gjeneratës së vitit 1983 të klubit tërnacas. Si trajner kualifikoi dhe udhëhoqi me sukses ekipin në rangun më të lartë që ka garruar Tërnocin në ligat e Serbisë dhe ishte një trajner që ka gëzuar respekt të veçantë nga lojtarët, por edhe nga i tërë fshati. Kur jemi te themelimi i klubit në vitin 1976, çfarë rëndësie ka pasur themelimi i këtij klubi? Po rëndësi madhe ka pas themelimi i klubit. Mira më para se më themelu klubi në vitin 1976 në Tërnovë se luajt futboll edhe në vitin 1962. Do me thonë, ka qenë një ekip që krejt, do me thonë, ka një ekip që prej atinve, prej asaj ekipe kanë ardhë rronjt e futballit në Tërnovë. Ta kanë qenë një ekip që duhet me përmend, as pari, ka qenë një ekip ndoshta s'ka su konë regjistrume se në atë kohë nuk u konë liga komunale, po jo veç liga komunale, po as liga nën komunale nuk ka qenë. Edhe ata kanë marrë qështu, kanë marrë pjesë faktikisht si ligë komunale, kanë garu brenda komunës ku kryesia Rinijës pranë komunës Bojanovcit ka organizu turnire në futball të madh me disa vite me radhë. Ku në atë kohë Tërnovci vitin e parë kur e kanë formu atë turnirin lidhja Rinijës Bojanovcit, Tërnovci e ka marrë vendin e parë pa konkurrencë. Edhe ajo vazhdimisht ka vazhdu deri në vitet e vona ka 89, po mendoj 69 me radhë. Aty ka pas lojtar dallum, do me thonë ka pas lojtar sa i përket kulturës, sa i përket arsimit, ata kanë qenë njerëz të arsimum, ka qenë njerëz kulturum që atëhere ka fillu edhe me thonë me qatë gjenerat ka fillu edhe shkollimi pranë komunës edhe pranë Tërnovcit, ku kanë qenë mase 10-15 që kanë pas shkollën e mesme të krime, ku disa kanë qenë edhe studenta. Mira mo, qështu kanë vazhdu, deri dikund, ku ata nuk kanë pas këtu në Tërnovë ku të luajnë as në fushë të vogël s'kan pas caktume përveç fushës futbollit shkollës. Do me thonë, ata kanë qenë një ekip me 7-18 vjetë, në atë kohë me 17 lojtarë që pak kanë mujtë mu dallu për gjeneratave të vitit në 78 e 83 të që. Për shembull, ata kanë pas një portier shumë të mirë, s'po më kujtohet shtë emni, pi Bojanovcit, tone, ka pas dimbrojtësa Ismet Beqirin, Vajgjidin arsimtarin e matematikës, Vajgjid Junuzin, kam pas Vajgjid Dacin, kam pas Shejp Latifin, kam pas Mizin, profesorin e geografisë, e kam pas Zia Haqifin, një lojtar që shumë i mirë, e kam pas Recep Zahirin që se di na gjeneratët e reja kemi mujtë, që kemi pas qaq talent saj që ka pas.
kam pas në Gjatdacin, në qendër sulmus, një legend, kam pas Skender Gashin, e kam pas Bejtullah Daliu, në anën e majtë që një lojtar shumë i shpejt, shumë i vishëm për ekipin. Mira më, qa që ju ka zgatë sa, me thonë, që ato vite që kanë lujt, edhe në vitin 1978, u formu do me thonë ekipi, me ndihmën e Faik Jasharit, ku dikund ka Qershori, e kanë formu ekipin, ka zgjedh kryesien, kryesi u kon Vajid Junuzi, u kon Shaban Salihu, u kon Faik Jashari, me ndihmën e Faik Jasharit, duket se përmenda, e kanë formu ekipin, dhe kanë vazhdu ushtrimët dikund kam mesi Korrikut, ku disa ndeshje ata i kishin lujt që shtu ndeshje misore, kishin lujt me BSK-n, në stadion BSK-s. Mira mu, si fillim është e pak i fështirë, ata kanë mujt mi registru, shajun kohën për momentin ati, edhe une ju kon Beograd, Isaki u kon studime, Mehmet Shabani u kon studime, Demirali Ramadani nuk u kon për momentin ati, kur u këthim në për studimve që atëre ka fundi Korrikut, fillimi shtatorit, në registrun në klub, edhe në fillum ushtrimët, me Galip Latifi, Azizin arsimtar në edukatës fizike, mas zdi sa me javë shtu shkoj di java, qeshtu e kish mi lojën e parë për ligën, për kampion, në ligën nën komunale, në atë kohë si ishtë liga komunale Bujanovc, po ishtë liga nën komunale e Vranjës, ku ati parandeshja lujtëm datat saksëm kujtohet në Bujanovc e lujtëm me Rohovicën, ku a fitu me rezultat 6-1, 5-1, 8 dishka, edhe vazhdum sukseset vazhdojshin, ndeshje pas ndeshje, sa fillum pak me marrë edhe kondicion, edhe me marrë me lojtarët mu njoft, me cilët s'kish mi lujt pak moti, me janë njoft lojën cilët qish pullun. Rezultatet vishin si që në javë e matë mira, kështu që kemi pas njerës që na përkrashin, simpatizus kishme shumë në atë kohë, vishin jashtë mrenda, kemi pas regullisht, muj me thonë 200-300 vete kemi pas ndoshte jashtë gjithëherë, e për mrenda mo mos të folim, mrenda kanë ardhë pa masë. Mira mo, ati në të sezonën vjeshtor, ishme mirë shumë, lujtëm në stadion BSK-s, dikur ma vonë, pranë verë e panë ata se na po kalojmë rangin manal, edhe në ndalun me lujtë në stadion BSK-s. Me drejt, ata nuk mu ishin me në ndalu edhe një lojës nuk në ndalun se stadioni në atë kohë quke i komunës Bujanovcit, për atë arsye që s'mu ishin me në ndalu se në unë gjefshmi si qytetarë të asaj komune, edhe s'mu ishin ata me në ndërpre. Mira mo, ma vonë në sezonën pranverore, ata na ja qëtën stadionit prone bënën të BSK-s, ku ishte ati një gjëkac që punon të gjigjin e Bujanovcit, gjigjin e komunës Bujanovcit, a ishte krijetari i klubit Bujanovcit,
edhe ata pritën një ndeshje cilën na kishmi me rëndësi vendimtare me Çelikin e Bjellopolis. Ati na qunë fjalë se mujtët mu lujtë. Mas 2 orëve, jo s'mujtët mu lujtë. Mira mu, në atë ko, në kryesit BSK-s ishte i mjeri Shaip Latifi, ku ata e majtën kështu një mbledhje urgjente, në mramje dikur vonë na kryesia klubit e na disa pilojtarve, pritshme atin qendër të Bujanovci, çka do të bëhet. Ishte ndeshje shumë me rëndësi me Çelikin e Bjellopolis. Edhe e prunën vendimin se me na dhonë, me na leju me lujtë. Mira mu ndeshje u luke para dite ora 10. Edhe na fati jonë që na pak shkum një orë për para ati. Mira mu ata kishim pas dhonë ati rojtarit që përgjeqësit stadionit ja kishim pas dhonë Chelsea edhe kishim pas dhonë largohë të dikund më shehu që të vinë kundërshtarit, vjene referi, so është ajo dhe ta hupmi në lojën. Mira mu na u interesu me gjetëm atë, dikund a gjetë liqeni kishë shku me zonë peshqe, edhe shkun me kerë, së më kujtohet ku shkoj e murë, edhe e prunën, e qelja jatë derën, ku na pak e hupëm atë, i qish u bënëm nervoz, se shmi mon gjendje ku me di qëfar për me lujt lojen. Njëra mo, me ka kejt ato, shau bo ajo, na fillum lojen, me kocë të këtume, e mujtëm Çelikin, dhe me një ku dëshke me mujtë ma shumë edhe ku vërtet nuk ishtë me rëndësi na me marrë 2 pika, e mujtëm. Edhe ati na e morëm hapin, do me thonë që e lam Çelikin me 3-4 pikë mas. Vazhdojnë që eshtu me Radničkin, lujshin me Radničkin e Vranjës, më kujtohet lujtëm në Vranjë, edhe ati ishte një loj shumë e fortë, sa ata lojtanë me eksperiencë, që kishin mjetë për Dinamos Vranjës, kishin shku në Radničk, ku kishin një grade, më kujtohet, grade lojtarë shumë me përvoj, lojtarit ditës ligë, ku dëshke me përcjellë, si që në moment sa herë mirë ke topin, do me thonë ishte i rrezik shumë për neve. Mira mo, krejt me ka kejt ato, edhe ati kom pas une si vetë, po të thëmë kom pas shumë emocione, më kujtohet shumë mirë, kur dikund ka në pjesën e ditë ka fundi penal për neve, edhe i lusun e kejtë shokë cili për shutojmë ishna pak me thonë si maj vjetri, pak si i majshna ato treningjët, edhe kur kush pranon se ishte shumë vendimtare, ajo penaltia ishte shumë vendimtare, edhe ku marrë topin, ati nuk ma mirë me thonë shumë fatë se, jo se di, kom shelë sintë bile, e kom shutu. Mira mo, nuk mujta pikëzimit, nuk mujta mu majtë, më kujtohet shumë mirë, më pështu në lotë. Kish shumë patanar për katundit njerës, ajo tribina atinve që shishtë krejt ishim për katundit tonë. Çfarë pozicioni keni lujt? Kemi lujt me sfushori, gjatë. Ashtu, kemi lujt me Naser Jusufi, na i ka lujt Naser Sorra me Njofën, dhe na i ka lujt Shmajt, unë e kom lujt gjatë, unë e kom lujt pak ma shumë kom manevru 16 gjithmonë,
ajo kom pak ma defanziv në tonën e shmajt. Mirë kemi pas lojtarë të mirë, kemi pas në kuadrat mira. Po mendoj jem në gjithë lojtarëve mira, nuk mushe gjithëherë me majt një standard, një ekip, se të herë kishte për shembull Demirali Ramadani ishte që e majke familjen në atë kohë, edhe u dushke me mungu do një herë. Isak Sulejmani ishte studiojke në Prishtinë, u dëshke me shku mungojke do një herë. Fehmi Sulejmani deri vonë, po mendojnë atë ligën nën komunale nuk ka mungu, kon kapiteni pari skuadrës Trnovcase që u kon me dekret që atojnë një fjalë, ekipe regjistrume, u kon kapiteni parë, ka lujt normal të ndojët, Vullnet Junuzi ka lujt të ndojët, u kon posedia i ka pas 17 vjetë plota, Shenasi Avdiu, Gjemail Shabani është ai Gjemaili, koni qendërmbrojtës që ma fort ka shutu me krije se me kom topin. Tone kemi pas një porqer, në vërtet në fillim një 3-4 loja kemi pas Hasan me medalion, Llamin e Ibrahimit, arsimtarit të historijës. Tone kemi pas një Reshat, mbi emrin Spjadi, Reshatit, e kemi pas tone e gjetëm një porqer ashtu, e ardhë ma vonë, pi Bujanovcit, shumë i mirë. Po tëmë, e kemi pas Ridvan, e prunëm Ridvanin pi Kamenicës, Ridvan Muslijen, Ridvani u konë gjimnaz Kamenicë, e ardhë pak ma vonë, edhe aj shumë i mirë. E kemi pas një Gjabir Halilin, pak një kohë, e kemi pas një Ridvan Luçanit, Ridvan Jusufi, puget tjërët, shumë i mirë. Një Azimuratin, eshte. Dhe pas kësaj kohë, pra klubi ka funksionuar 3 vite dhe më pas ka ndërprer aktivitetet, për në vitin 83 u reaktivizu dhe është bërë edhe stadiumi këtë i shumë pritur. Kurse ju në vitin 1986 jeni zgjedhur trajner. Si ndodhi kjo? Në vitin 73 e kanë bo stadionin me ndihmën e Faik Jasharit, e kanë regjistru ekipën. Në atë kohë Serbia pa të pru vendim që në tanë Serbien komuna ka pas u desht me pas ligën komunale. Edhe me ndihmën e komunës u bo dhe stadioni. U bo stadioni, në atë kohë une ju mësillë në shtetë, me jashtë shtetit, që ashtu me punë, dikun jo në Zvicër, jo pak në Gjermoni, jo. Edhe une në ligën komunale muj me thonë se kum pak një ndeshje në Trnovc me Llopardincën kur kanë lujt, edhe tjetër. Miro mo, është shumë shpejt në atë ligën komunale Trnovci, pa hiç kur një farë problemi, kaloj ligën, edhe në ligën e Moravës, në ligën, kjo liga që tirët nën komunale, pra në Rajës, atë vitin 75-74 e zgjudhën e kishin marrë Adem Ramadanin, një punëtor të mirë të edukatës fizike dhe futbollit. Si arsimtar ka punu shumë me Nxansht, ka pas Nxansht Tatina kanë lujt shumë futbol në ekipët e tona, do me thonë 78-ës edhe 83-ës. Mira mo, une në atë kohë po thëmë nuk u sesh në këtu, e erdha dikur në ka fundi sezonit, kur ata kritin sezonin edhe nuk kishin mujt mu kvalifiku për në ligën regionale, ku Trnovci që atë ka pas vendin, edhe u punësova une këtu,
në zirën e vendit. Mira më mas një kohës që erdha e fillova punën, ja nisën vishin që ta lojtartë që në vullnet e Ridvani më kanë njoft për ekipës më të vjetër, ata janë konë lojtarë, bashkë lojtarë me mu, kanë lujtë futbol, edhe kishin organizu Ridvani, vullnetit, Ziki, Nehat, Qazim, Femi, Baramali, Burhan Sejdiu, edhe Mazunën Ullon, po më thonë duesh me ardhë, se në këtu se kemi vendin, që nuk vjen, na po do këtë puna jonë se s'muj mu kvalifiku. U mbrojta, u mbrojta që do ishna me shku, se ishin kushtët të asesoj që s'mu ishna me shku, se si ti premtojsh dikush duesh me kryet pun, a unë e disha vetën se si të thonë, tonë duhet vetën keq me lonë për mu bo dishka ma mirë. Edhe mira ma ta kështu shumë të vendosë, shumë aktiv. 3-4 herë erdhen edhe pëmtojnë, veç me ardhe dhe zbon puna për ardhe. E po thash kështu për e bojnë. Ju tash me shku të kryesia bashkësisë lokale, me organizu mbledhje bashkësia lokale, edhe ati vendosët. Edhe ata qatë shef, thash atë e këshkune, ishte Shemseddin Junuzi, ishte kryetari bashkësisë lokale, ku me një hera e thirri shtu mbledhje gjithë fshatare, një mbledhje, edhe ati qeli mbledhjen edhe pikën e rendit ditës për shka u thirë mbledhja, e ceki, kishte kundër shumë pak, mira mu, ajt veç di fjali, tha, unë tha, si gjel, si, tha, as se njof, po edhe po, se kum, tha, shumë simpati se kum pas, mira mu, tha, ti vesmi këta sha lujnë futbol, dhe këta vendosin, për qëket punë, këta vendosin. Pse më kanë thirë, me thirë mbledhje, faleminderit për besimin, mira mu, këta vendosin. Edhe du në votim, bashkë më kujtohet për lojtarët, tha veç lojtarët në të votojnë, ati lojtarët votun, edhe vazhdoj. Po mendoj, 80%, bërë se dija pat dikush kundra, s'po më kujtohet, edhe u krija jam ledhje, edhe na fillum me të thonë drejten, ditën e para, ditë vishte bile po pak si terë, mira mune, më pëmtojnë dikush se ai krijetari i referve, që ai delegon referët, duhet mu taku. Edhe unë e mora njonjën dikon me kërë, shkova në vrajnë. Për veti shkova me një, bile një furë, ati ishte një si ambultore, shkova ati për thëmë, a njëf një filanin, po tha njofë, po a muni me telefon dhe qish me abo. A i kishë një sobraqaj republikan, kështu i shkon në teren dikon, edhe thirën ata erdhë. Kur erdhaj, a i njofti mua, unë e kisha pasarrua, i shkon refer në kohën tonë, kur kemi lujt në futbol, bile po më tregon, tha, me mineralcin vraj Skobaj, tha, unë e kom referu në deshën, thash, mu, s'po më kujto ashtë. Mira mo, unë ju prezentova, minera ndaj se erë, thash, unë episodit, i jom treneri Tërnovcit, ti për Tërnovcin vjetë e kini pa, tha, po, kemi pas Tërnovcit, po thash, unë po, shka po do të tha me thonë, se trener, thash, unë adi shka po do me thonë, unë po du me bisedu me ti kështu. Thash, unë e ku marrë me të vetë, ti a mund mus me më domtu, unë s'po lipi me më ndimu, se na si të me më ndimu, thash, është
do me thonë në s'pas mi kur gjonë si të më ndimojsh. A mo thash na, une ma merë mendja se kvalitetin e kemi edhe s'ka nevoj me më ndimu. A mo vetëm me më damtu. Edhe aj kështu shumë u paraqet mirë, tha, ju tha, shqiptarë, tha, besën e keni, po, thash, na kemi, tha, une ju malazez me prejardhje. Tha, une pu ta jap besën e malazezit se me të damtu, tha, s'mun kërkush, amo me të ndimu, që ti s'pu lip me të ndimu, jo, thash, me ndimu s'pu du. Edhe qashtu fillum. Dhe më pas, me këtë generatë keni pas suksese. Vaj. Suksese kemi pas. Kur na startum pak vonë me stërvitje, me loja miqësore për me pas, se une pak ishna jashtë rjedhve një ko të futballit të Trnovcit, edhe lojën e parë, për shembull, kur na lujtëm në Trgovisht, na hupëm lojën e parë. Me gjithë që suprit me hupë, që ashtu po e hupëm. Mira mu, menjërën në lojën e dit, në erdhë Moravci Gërdelicës, i Predejanës. Atë Moravcin e Predejanës e mujtë në Trnovcë 4-5, me Ridvanin një dea 3 që di, dha Ridvan Muslio, Burhan Sejdiu, që shtu dhe ta të dit, edhe e mujtë matë, si e mujtë matë, na veç fillum pak me përmisu ekipën, se i prunëm 4 lojtarë që dilujshin standard për ekipës dit, Gjabir Hasanin, Izer Taipin, Luigi Hasanin edhe Femi Shabanin, i prunëm për ditës ekip, ku ata hala gjemë të ishin pak 3, edhe s'kishin ku me ditë sa rutin. Mira mo, mrenda kohës, gjithë shkojshin të përmisu, dije kishin shpejtësi, kishin forcë, Gjabiri kish shumë forcë, edhe dite për ditë më stëm, gjithë të përmisashin, edhe fillun edhe sukseset. Çfarë kvalitete ka pas? Çfarë e ka karakterizuar këtë ekip? Këtë ekip u dalu për ekipve që i përmenda për para, u dalu disciplina. Ju në konë krejt gjemë futbalistë, krejt ju në konë thuj se studenta. Për jashtim shenasijës, po shenasijën bile dhe vone kemi prunë në ekip. Kështu që disciplina ka qenë shumë nivel. Paramendoje se na një sezon, do me thonë, sezon vjeshtore kemi kalu me 4 kartonat verdh tanë sezonën. Kurse tanë sezonën kemi kalu me 6 kartona verdh edhe një herë një të kuq Dziki ka qenë i fuqishëm, s'ka qenë kështu me qëllim, po ka qenë i fuqishëm, kur e Zike dikondin, disciplina ka qenë të ata shumë nivel. Kanë ngu, kanë ditë ata që e kanë një njeri për mi veti, një trener për shembull. Unë shumë i falimnderoj se ata sot e atë ditë se kanë harruat. Kanë respekt. Tash, është e koha po kalon, unë muj me shumë i falimnderu. Mira mo, na bone pyetjen para se me kri për ligën nën komunale, edhe në Prandver, lojën e parë në Prandver, do me thonë na Trgovisht, lujtëm Trgovisht vjesht parën, Prandver pre pritmi ditën loj. Ditën loj këtu na e mujtëm Trgovisht, kështu bënd shumë pa në kujtohet Dziki edhe Lokman Podi edhe Dziki i dhanë golla,
edhe mujtëm edhe ati na mos kishmi në ligën nën komunale, mo veç mujshme me shku mu shetit edhe mu këthi. Tone, mrinë, do me thonë, na e murëm vend në para ti, mos t'i përmendi me radhë, mos marrë shumë kohë, edhe në ligën e Moravës Jugore, na u boni penges për hir stadionit, s'na pranu stadionin, edhe lipshin dikun na me pas me vërtetu një letër se na ka leju, për shembull, Presheva apo BSK-ja, ku BSK-ja jo me në ndimu, po dhe na ka pengu në të mënyrë. Edhe na e priqmi vendimin për asaj ligës Moravës Jugore, priqmi vendimin. Kur erdhë vendimi, një javë para se me fillu sezoni, erdhë vendimi që Presheva për në lejon me lujt, ku ata Preshevart pa prezencën tonë në të mbledhje, në ligën e Moravës Jugore, pa prezencën tonë ishin kon Preshevalit atë, edhe Preshevalit ishin deklaru se naj i lejon me lujt. Mira mo, ajo ishte një javë e plot, filloj ke sezoni mas një javës. Edhe na murëm erdhen Preshevart, bile më kujtohet, unë e Regjepi Mjer, edhe Femi Fejzullahu ishmi të centrala të në qendër tonën, që shtohet të centrala, erdhen Preshevart, e po thonë ju, u kripu në ju dilën pulluni me Moravcin e Peqenjevcit në Preshev. Mira më, mu pregadit, zgudzojshe me ushtru fizikisht, dishka me punu fizikisht, u të që për marin kalje, muskoj, e që shtu pak me top, një 3-4 herë, mrenda javës, me top. Na kishmi një top, 17 vjetë, 18 vjetë e kishmi një top, me qatë topin edhe lujshmi edhe ushtrojshmi. Mira mo, në Presheve pritëm kështu Moravcën se na ishmi si vendas, i pritëm mirë se ekipa ma mirë, ma disciplinume, ma kulturume në Moravës Jugore është ai Moravci Peqenjevcit. Ai di musafirin me prit me dortrokitje dhe me përcjell me dortrokitje. Edhe na i pritëm ata mirë, ama ata ishin kon shumë mirë të pregaditën, na mujtën kështu bind shumë, na mujtën neve, edhe kalun shumë mirë, u përshëndetëm që do futballi, që është rendi, ama i kishmi di loja mrenda ku na vike Gërdelica, javën e harshme na vike Gërdelica. Pregaditëm edhe ati sa mujtëm edhe atë javë, edhe Gërdelica erdhë, ku në të parën pjesë edhe Gërdelica po qonë 2-0. Mira mo, ati të Gërdelica, me thonë drejten, pi bje pak si lavda mo, u duhet edhe atë me thonë, e ma ishte unë një lojtare, kemi pas një lojtar të hoguashtë të tish polici në Bujanovc, e ma isha pak si rezervë, një lojtari shpejt, një lojtari shfuqishëm, edhe dikund ka 70 minut pe bojmë një ndrim, hini aj, edhe e kriti punën. Dha gol pi lojës, dha gol pi Gjujqës Lirë, edhe u kri rezultati me Didi. Me gjithë që u desht mu koni knaqëm edhe me atë që ajo heq biles në konvenojke, ama ma mirë dishka se heq. Edhe që shtu vazhdum në atë ligën mirë, ama ati ajo ligë për atë ko, po thëmë, konë shumë ligë e fort, shumë ekipat forta. Ka pas Koshtanën, e ka pas Radnikin e Surdulicës, e ka pas Vlasotincën, e ka pas Pustorekën,
e ka pas Gikin e Leskovcit, 5 ekipa që shumë të forta, shumë. Mira mo, na në Vjesht shumë kalum keq sezonën e Vjeshtës, me pak pika edhe në vendin e fundit. Edhe por neve u bo ajo mos. Në brenda kohës puna përze edhe Hajduki, me qëtimët e Bujanovcalive, edhe metëm pa stadion. Mira mo, shkum Vllajçkihon edhe kretëm punën Vllajçkihon. Vllajçkihon i lujshmi që do loja, do me thonë, pak kalova në Vjesht, na metën të fundit. Mira mo, Pranver, fillum herët me pregaditje, më kujtohet mirë, shku me fshinëm hallën e sportit, hallën e kulturës, që kishme aty në Tërnovc, e fshinëm, edhe dimoni, majtin i dimoni fort, mira mo na qati në hallë, lujshmi pak futbal të vogël, sa më ju liru muskujt, që mos mi përmledh me njërën si përmisohet koha, edhe u pregaditëm shumë fort. U pregaditëm shumë fort që Moravcin e Peqenjevcit e këthim publikën e Moravcit, ata na mujtën Preshev, na me loj ma shumë i mujtëm ata se ata neve në Preshev. Mira mu i 12 lojtarë, ma i rrezikshëm se krejt ajo, se krejt, edhe pse e këthim publikën ka na publiku krejk putke ka na jatinve, lujtëm shumë mirë, na hupëm ndeshjen me rezultat 1-0, ku referi boni penal që nuk i vike e era penale. Mira mo, rrethanët ishin qashtu edhe u pajtum na dhe me atë. Ditën dojt i njëjti rast në Gërdelic Ridvan Musliju, Burhan Sejdiu, Lulzim Haliti, Vullnet Junuzi, lushin mes të fushës, mujt në me tonë që lekcione i tregun tanë kohën. Mira mo, dikund ka fundi, Shenasi Avdiu ishte me një kështu këcim snalti, e preki pak me dorë, ndash shumë preki ati, boni penalti për ata dhe edhe ati e hupëm lojën me penalti. Mira mo, fillum, do me thonë, u shifke që ekipi mu ka energji, ka teknik, murën me shkrujt gazetët e Sërbijës, që një ekip e pa ndime tash ka dalë, sikur kur del një këpurë mas shivit, pishkel ekipët pa problem. Edhe fillum rezultatet, do me thonë një mas një mund fillum rezultatet, fitum loja me rëndësi, e fitum Radnikin, e fitum Koshtanën, e fitum Pustorekën, e fitum Brestovcin, ku me Brestovcin e përmend, se përmend, apo tash po të përmendi, me Brestovcin imi konë shumë keq në pihanës referit. Brestovcin në erdhë në Vllajçkihon, ku na befasoj, ku na priqmi me shkel me rezultat malë Brestovcin 30 minut po na jep gol, 10 minut po jesmi me 10 lojtarë Shenasien, referi për largon për lojës, 13 minut 2-0 për Brestovcin. Mira mo, interesant u konë se ajo ekip ka pas në Pranver, ka pas energji, ka pas e fitoj besimin, edhe pikret që ati të trijet që ati përmenda me di gola viraj edhe me për një lojtar ma pak e murën lojën dorë. Vullneti, Luli, Ridvani,
me shokët, me ketë shokët, me femije, me baramale, me ketë në hate, edhe e këthim rezultatin në 13 për neve, ku nuk o pritke. Mira mo, dikund ka para mbarimit, para përfundimit lojës, po bon referi penal për ata që nuk ish penal. E atë ju më konë shumë gjendjet keqe, mos ta përmendi se ndashtë edhe është pak si... Nuk e di atë s'muj me harru, atë njerë kur desa s'muj me harru, atë ju më konë gjendjet keqe. Edhe ajo kaloj. Mira më dikund po dush kemi thonë edhe me përqaf edhe dushmonin. Qeshtu. Tonë Brestovc, kur u ndeshën e këthimit, po thëmë, ata Brestovci ju në konë një ekip arroganta, leje lojtarët, po edhe ata të krijesijës. Kujtohet kur shkum, u konë unë edhe Bajrami, edhe kemi shkum me 11 lojtarë, me 10 lojtarë me përqerin. Ati në atë ko u bon paraqen një aj problemin në kasarën, si të që kujtohet, edhe ati në kam pritë shumë keqë. Ata kishim pas një kuti, si na që kemi mbledhë pare me atë kutien, që kemi egzistu për atë kutien, edhe une i kum zerë në atë ko 5.000 banka jënë konë me atë i vollollën, me atë fotografien e i vollollës, i kum marrë mi qitë ati. Më kujtohet kërë më thënë, mine prima më shqiptar s'ke pare. Po ajo më kesh, thënë edhe s'u bo kur gjo, mira më ndeshje në kam pritë shumë keq. Më kujtohet Fatmir Ibrahimin me një guri, pi ka pas ndështë 10 kile guri ku zote e ka pështu për me mitë në vend, edhe pi atit mu kaftof, se ti u deshë mi marë 11 gjemë të huj, mi qu dikund me lujt. Gjendje u pa të keqësu shumë. Mira më kalum pa të keqën e kërkuj, metëm ligë qishe doj, qish edhe e meritojshmi, edhe derë që tu. Keni qenë trener dhe në vitin 1988, pastaj keni emigruar për Zisër, ku edhe jetoni tash. Dhe çfarë ndjeni ishte atër kur u larguat? Po, sigur kur largohesh për fëmijëve, bashkë për familjes të ngushtë. Ati une, për qatë ko, ju më konë, sigur më konë baba i 30 fëmijëve. Ata, po unë të thashe edhe pak për para, ata në konë shumë disciplinu, ju konë të kulturu në bjenë. Ati me pasarën mi pa një njeri që nuk i njef, kishtë thonë, a krejt një babës kokon, ata s'kan ditë, mas tërvitjev, gjithë herë mas tërvitjev në vjesht, bostan dilshin, preshin bostan, edhe u renditshin, t'ish një di, hajde, po tut 5-6 mënet u renditshin, hajshin bostan, rrishin ka një orë e gjimës, edhe atëherë shkojshin shpjet veta. Dhe me thonë, për atinve u konë zorë mu dajt, mira mu putojnë po noke, a une për atinve shumë zorë kur ju më dajt, e di se ja kom ble 16 fanela në Bujanovc, edhe bile vetë që ja kom pru, po ja kom nënë shënasi avdijët, tash, a ishte me mund për cullë, tash qoj se une tash s'mujt në me shku me ata, asë s'ju më përshëndet, s'ku mujt më përshëndet. Kemi kalu shumë mirë, mira ma kua pe bëj këtë vetën, kemi bo këtë familje, kemi krejt, familje është e mangat, se gjithë, me qenë se po thomë, edhe ata ju në konë, i kumë logaritë si mi pas familje, mira ma kua pe bëj këtë vetën, një përshëndes ku jonë,
e kusion, pa marrë parasysh a kum përmend dikondin, as e kum përmend dikondin, për asaj gjenerate. Edhe gjeneratës teme hala ma shumë, që ata mo dhe shok i kon fëminijës. Raif Ramizi është një ndër njerëz që ka kontribu shumë për futballin e Tërnavësit. Me qenë se pak ka lujt, Raifi ka të kontribu si i ri shumë për Tërnavësit. Dhe për fund, cilë është porosia për futbollistët e rinj? Futbollistët e ri i porosis gjithë, stafin e klubit, trenerët, rinien, që futballi është shumë i shnosh, futballi formon njerëz, futballi me lujt futball nuk je kur i smut. Edhe i porosish sa ma shumë me ardhë, për shof po dalë shumë shpesh, për shof Faruk Nazifin, Nejat Ramizin, Muharrem Elmazin, edhe i porosis këta për momentin, i përshëndes Sedat Pajazitin, që ka qenë edhe ka punu, Regjepin e njerë, që kanë punu se kanë lonë me lonë edhe me qitë poshtë, po kanë vazhdu. Këta djemë që i përmenda sa ma shumë me punu, me trit, edhe i falimderoj shumë, po ju falimderoj edhe juve dhe stafin juve televiziv, që për mirë një këtë që kini bo këtë emisionin, dishka mirë është, se kanë merita këta djemët, kanë merita, Tërnavës ka merita. Me dijen për futbollin dhe kontributin që ka dhënë, Gjeladin Ahmeti mund të radhitet në legjendat e klubit futbollistik Tërnoci, pasi siç deklaroi edhe ish bashkëlojtari i tij Vullnet Junuzi, Gjela ka vendosur themelet e ekipit në atë kohë. Kontributi i tij mbetet pjesë e rëndësishme historike të futbollit në Tërnoc dhe Lugin të Preshevës. Thank you.